Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, kudo që po na ndiqni në këto momente, ju ftojmë që të lutemi së bashku në lutjen e mbrëmsores. Sot është e shtunë dhe jemi në javën e 8 gjatë vitit liturgjik cikli A. O hyj më eja në ndihmë, O Zot shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Trini e pama se një e vetme që me pushtet gjithë kohët krijon dhe i drejton, para shekujve qëndron. Ti vetëm gëzim plote mjafton për lumnin tënde, e lirë, e thjesht, larg pamëse, ti mban tokë qetë e Rozullimin. O atë tër gurra e hirit, ti drita e lavdisatit, shpirti shenjt i të dyve, dashuri e pakufishme. Prej tejet burimi i epër, trini mirëdashëse, rrjedh çdo gjë që mban krijesat dhe me stoli i përsos. Atyre u fal kurorën e birësimit të ngushtë, ne na bëj tempuj të hishëm më të pëlqyer pa prerë. O dritë e gjallë me engjëjt, na mbledh në tremet qiellore, për jetë lavde dashurie, të këndojmë ty mirënjohje. Amen. Antifona e parë. Lavdi ty o Trini e njëjtë në persona, hyj i vetëm para të gjithë shekujve, tash e përgjithmonë. Psalmi 113. Lavdërojeni shërbëtorët e Zotit, lavdërojeni emrin e Zotit, qoftë bekuar emri i Zotit, qysh tash e deri në amshim. Që kur lind dielli e derisa perëndon, qoftë bekuar emri i Zotit. I madhërueshëm është Zoti mbi të gjithë popujt, lavdia e Tij i te kalon qejt. Kush është si Zoti hyj ynë, që fronin e ka në lartësi, e nga lart vrojton qiellin e tokën? Nga pluhuri e ngres kamnorin, nga llomi e lartëson të vobektin, për ta vënë të ri me princat e popullit të vet. Ai bën të banoj beronja në shtëpi të vet, nën fëmijësh të gëzueshme. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdi ty o Trini, e njëjtë në persona, hyj i vetëm para të gjithë shekujve, tash e për gjithmonë. Antifona e dytë. Lavdi ty o Trini e shenjtë, njësi e pandashme, që na shfaqe mëshirën tënde. Psalmi 147. Lavdëroje Jeruzalem Zotin, madhëroje o Sion hyjin tënd, sepse i forcoj shullat e dyerve të tua, i bekoj bijtë tu në ty. Ai ju asiguron kufive të tu paqen, ai të ushqen me palcin e grurit. Ai e dërgon fjalën e vet mbi tokë, lajmi i Tij vrapon me shpejtësi. E hedh borën por si lesh, e derdh brymën por si hi, e lëshon breshrin por si kafshat, kush mund të qëndroj para të ftohtit të Tij? E dërgon fjalën e vet e ato shkrihen, çon erën e vet e ujrat rrjedhin. Ai zbulon fjalën e vet Jakobit, drejtësit e gjyqjet e veta Izraelit. Nuk bëri kështu me asnjë kom tjetër, asnjërit nuk ja zbuloi vendimet e veta. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdi ty o Trinia e shenjtë, njësi e pandashme, që na shfaqe mëshirën tënde. Antifona e tretë. Lavd dhe nder një të vetmit hyj, Atit dhe Birit së bashku me Shpirtin Shenjtë në shekuj të shekujve. Kënga kraso letrën drejtuar Efesianëve kapitulli 1. Qoftë bekuar hyji.
Ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror. në qiell në Krishtin, Në të na zgjodhi, para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer. para ti në dashuri, Ai na parashënoi për vete, të jemi bi në shpirt, në saje të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë së hirit të tij. me të cilën na pajisi me anë të dashurit, Në të, në saje të gjakut e tij, e fituam shpërblimin, në të na u falën fajet, me anë të begatisë së hirit të tij, të cilin hyi e ndikoi në ne. bashk me çdo urti e kuptim, Ai na vuri në dijeni, mbi misterin e vullnetit të vet, synim që lirisht kishte vendosur qysh më parë ta kryente në të, kur të plotësohej koha, të vërë çdo gjë nën kryesinë e Krishtit, të gjithë qenësit, që janë në qiell e në tokë, lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. lavd dhe nder një të vetmit hy, Atit dhe Birit së bashku me Shpirtin Shenjtë, në shekuj të shekujve. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 11. O thelsi e pasurisë, e urtisë dhe e dijes së hyjet, sa të pavëzhgueshme janë gjyqet e tia, sa të pashqyrtueshme janë udhët e tia. E një mend, kush e njohi mendimin e Zotit, kush ju bë ati këshilltar, kush i dha ati më parë që të jetë detyrë t'i kthehet, sepse gjithçka është prej tij, në për të dhe për të. Qof lavdëruar për gjithmonë e jetës. Amen. Përgjigja e shkurtër. Vetëm hyjit i qoftë nderi, atij lavdia në shekuj. Vetëm hyjet i qoftë nderi, atij lavdia në shekuj. Qoftë bekuar Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë, Atij lavdia në shekuj. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Vetëm hyjet i qoftë nderi, atij lavdia në shekuj. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Ty të falenderojmë Trini një dhe e vërtet, hyj i vetëm dhe i tejet lartë. Kënga e Vizhës së Lumë sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brorit hyjet shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt, qese që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyji i gjithëpushtetshëm. I shejt është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, i rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të provuajturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjellë në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Ty të falenderojmë Trini një dhe e vërtet, hyj i vetëm dhe i tejet lartë. Lutjet e besimtarve. Hyjat për virtyt të Shpirtit Shenjtë e lavdëroi njerëzin e Krishtit dhe e bëri për ne burim jete dhe shëlbimi, të bashkuar në lutjen e mbrëmjes të adhurojmë Trininë e Shenjtë, lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Atë hyj i amshuar dhe i gjithëpushtetshëm,
Në emër të birit tënd, dërgoje në kishën tënde Shpirtin Shenjtë Mbrojtës, që ta ruaj në bashkësinë e dashurisë dhe në të vërtetën e përkryer. Lavdiati te birit e Shpirtit Shenjtë. O Zot, dërgo punëtor në vreshtën tënde, ti mësojnë bar popujt dhe ti pagzojnë në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë, dhe ti forcojnë në fe. Lavdiati te birit e Shpirtit Shenjtë. O Zot, ndihmojo atyre që pësojnë vuajtje për shkak të emrit të birit tënd, sepse ai u ka premtuar se ti do ta dërgosh Shpirtin e së vërtetës që të flasë nëpërmes tyre. Lavdiati te birit e Shpirtit Shenjtë. Bëj që të gjithë njerëzit të njohin ty, o atë që me birin dhe me Shpirtin Shenjtë je i vetmi hy, të besojnë në ty, të shpresojnë në ty, të jetojnë në dashurinë tënde. Lavdiati te birit e Shpirtit Shenjtë. Atë i të gjithë të gjallëve, bëj që të vdekurit të jenë pjesëmarrës në lavdinë e qiellit, në të cilën biri yt dhe Shpirti Shenjtë së bashku me ty mbretërojnë në amshim. Lavdiati te birit e Shpirtit Shenjtë. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajët tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyjat, ti e ke dërguar në botë birin tënd, fjalën e së vërtetës dhe Shpirtin shejtrues për të zbuluar njerëzve misterin e jetës sate. Bëj që me dëshmimin e besimit të vërtet ta njohim lavdin tënde dhe ta adhurojmë një të vetmin hyj në tri veta, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjen.